Shiko, që thonë pasaj që kam unë autoritet, si jam libera, që unë jam vesh, jam bo gati, Karamunqo është me tuta. Ja, do shkoj Bënde një direkt. video selfie atje. Do shkoj direkt. Ku do shkosh direkt? Direkt të vishën tani shef. Direkt vishë tani shef. Shko ti direkt, them unë një gjë direkt tani këtu. Ale. Shiko, u qova, jo me një gjumë të madh. Më erdhi në mendje një gjë që ja thash vetes që dua t'ju a them juve. Rutina e disiplinuar është arsyeja e parë pse njerëzit ja dalin dhe janë suksesshëm. Ktu andej ku do doni. Në gjithë botën ka njerëz që ndahen në njerëz me talent dhe njerëz pa talent, por nëse talenti nuk ka vullnet dhe disiplinë në rutinë, harrojeni që bëheni. Kjo është eksperiencia imja, e parë, e lexuar, e provuar. Tani, patjetër që ka ditë si këto që ne për shembull jemi që prej 2 javësh non-stop në një regjim pune, që e shijojmë pa diskutim, por që patjetër ti do lësh pas gjithë gjërat e tjera që janë të vetes tënde, sepse puna ka marrë 90% të energjisë. Dhe ti e kupton që nuk ecën dot, nuk bën dot asnjë pistë, asnjë vrap, asnjë palestër, asnjë gjë nga këto. Dhe çfarë ndodh realisht në shumicën e të rinjve apo të një brezi i cili nuk ka jetuar shumë shtrëngesa. Ndodh që pasi e lën një herë një gjë, e lën një herë palestra, e lën 2 herë lexuarin, e lën 3 herë një gjë që duhet bëjnë vetën për veten e vet dhe për disiplinën e të qenurit në on top form. Pastaj duke e lënë një herë e lën për herë. Pse? Se hyn në mes një kompleks faji që në rast se ti 2 herë 3 herë je dorëzuar, hera e 5 nuk diskutohet fare që s'do ta provosh fare. Pra je i dorëzuar dhe në të provuar për ta rinisur. Është shumë themelore. Një gjë që e lën ndonjëherë, nuk do thotë që e kemi lënë për herë. Një gjë që ndonjëherë nuk na shkon mirë, nuk do thotë që është fat që gjithmonë është ashtu, por duhet totalisht ta dish që gjithçka varet nga vullneti jot për të vazhduar. Dhe kjo nuk është fare mesazh politik se kush do vazhdoj dhe si do vijoj. Sot jemi në një farë mënyre në një buzëqeshje ironike për disa gjëra. Sepse në sondazh e kemi shfaqur qartazik se kush do të ishte rezultati, me dijenin se çfarë thoi pas shpine për pakënaqësinë e palëve, nuk do ta dëgjoja më. Sepse një problem i madh është në Shqipëri, që të vërtetat i din, nuk ja thon as vetes dhe pastaj nuk din të dëgjojnë edhe kur ja thon të tjerët. Dhe tani ky është momenti për t'ju thënë, në rast se ka disa gjëra të vogla që në përditshmërinë tuaj e dini fare mirë që nuk i bëni mirë, kjo nuk do të thotë që s'do t'i bëni mirë nesër, sepse kjo është historia e jetës. Ti nuk mund të jesh një perfeksion për ditë, po ti mund të jesh një perfeksion gjatë jetës në të mundshmen tënde, që do thotë mos lër ato që mundesh, sepse i ke lënë sot ti lësh dhe nesër. Kjo është ajo gjëja që mund t'ju them tani, sepse e di që javën tjetër do duhet të hyj në një regjim të mirë për veten time, për të qenë në forcë për t'ja dalë me të gjitha frikrat, simbolet e plot elementeve që na duhet sikur nuk na shkojnë mirë her pas here shenjat, por në fakt shkojnë shumë mirë sa kohë ti ke fuqi që të rinisësh, të ribëhesh dhe kur je në standard suksesi. Se shikoni, gjëja tjetër, se mendojnë disa që mund të jem duke folur për ndonjë palë politike, nuk jam duke folur për ata fare. Jam duke folur për të gjithë. Dhe madje shqetësimi më i madh për mua është kur njerëzit sipas meje, kur njeriu arrin një sukses caktuar dhe pasi arrin atë suksesin caktuar mendon që ky është maja, ky është kulmi dhe aty degradon. Unë këtë çështjen me majën dhe të ditë rrin këmbë dhe me këmbë tokë kur kam arrit një majë caktuar të vogël ose relativisht të vogël, kam ditur gjithmonë ta bëj. Kështu që e di çfarë po më shkruani. E mori përsëri PS-ja. Nuk ka problem, se jeta është me ups and downs për disa, kur është momenti dikujt, s'është momenti dikujt, e di që është e vështirë që disa gjërat pranohen kështu siç janë, por duhen parë ashtu siç janë për të bërë më të mirën më pas, sepse papranueshmëria nuk është çështje shfryri, papranueshmëria është çështje veprimi. Dhe nëse do të vinë gjatë gjithë kohës me filozofinë e ankimimit këtu e në çfarë viti kemi qenë kur kemi bërë fituesit nuk janë ankusit? 2017-ën ka qenë stand-upi im i parë, fituesit
nuk janë ankusët. Në Shqipëri mendojnë që po të ngresh zërin dhe të ankohesh, do thotë që automatikisht ke bërë një gjë. Jo, duhet bërë, jo duhet thënë. Mirë, me njëherë tani do hymë në live, nga ora 1 deri në orën 1 ka rrezik, edhe do ta shijojmë plotësisht, janë te ky ambienti para hyrjes së Top Channelit dhe enjoy the day is just another day.